Kush ishte Saddam Husseini, një nga figurat më të fuqishme dhe kundërthënëse të lindjes së mesme. Saddam Husseini lindi me 28 prill të vitit 1937 në Tikrit në Irak. Ai u bë antar i Partisë Baath, një parti nacionaliste arabe. Në vitin 1979 e mori pushtetin duke bërë president i Irakut dhe kështu duke sunduar vendin deri në vitin 2003. Çfarë ka bërë Saddam Hussein për Irak? Saddami pati disa politika që sidomos në fillim u panë si pozitive nga një pjesë e popullsisë. Zhvilloi arsimin dhe shëndetësinë, sidomos gjatë viteve 1970. Kombetarizoi naftën, duke rritur të ardhurat e shtetit. Ndërtoi infrastrukturë, rrugë, fabrika dhe spitale. Forcoi ushtrinë irakiane, duke bërë një nga më të fuqishmet në rajon. Luftrat që dobësuan Irakun. Lufta Iran-Irak 1980-1988 shkatërroi ekonominë e Irakut. Poshtimi i Kuvajtit në vitin 1990 çoi në luftën e Xhirit 1991. Iraku u godit rënd nga SBA dhe aleatët e tij. Vendet ju vendosën sanksione të rënda ndërkombëtare. Si u rrëzua Saddam Hussein? Në vitin 2003 SBA dhe aleatët pushtuan Irakun me arsyetimin se Saddami kishte armë të shkatërimit në masë, që më vonë nuk u gjetën. Pushteti i tij u rrëzua për disa javë. Saddam Hussein u kap në dhjetor të vitit 2003, i fshehur në një bunker. U gjykuan nga autoritetet irakiane. U ekzekutuan në 30 dhjetor 2006.